Guxojmë ta pyesim ChatGPT-n për udhëzime mjekësore. Deri dikun po do të më prit desa ende është duke evoluar, domethënë, sepse unë sidomos në mjeksi kur bëj pyetje kanë për dosane që edhe pse rroll tepër përdorë, se po thonë që këta që përdorin shumë ChatGPT-n kanë probleme personalitetit. Pia dëmton pak trurin. I shpik referencat. Auton, mund të fol kështu, edhe i çet një 3-4 referenca poshtë. Tash kur e klikon ti referencën nuk hapet kurrë. Se mos ne kemi çansi aty, ato janë të arkivuara aty. Jo, ato ki do po ti mundesh po tash është problemi kur nuk je lajek në atë aspekt, nuk mundesh më rënë fije kësaj punës edhe e merr si të plot. Jo, duhet të marrësh si për atë ashtu 50-50. Megjithëse e pam një nga kolegat tuaj, ndoshta jo të Kosovës, që kishte deklaruar që ChatGPT e parafron diagnozën shumë më shumë. Po, tash ti llojet si tash ChatGPT-n që e kemi na shumë online pa parë është kjo modeli më vjetër. Unë çdo herë të dal gjenerata 3-4, ndoshta edhe 5-6 ka dalë nuk e di. Po sa më avancuar që kjo do të bëhet, domethënë normal që ka me mrije domethënë ato nivelet më të larta për neve. Më ne që ndym dëgjuar një se unë do tash tema pak për ChatGPT-n tha e ka 120 e ka koeficientin inteligjencën. Falë po them 120 kështu komplet, por në çdo temë, e pyet gjeografi, e pyet histori, e pyet kimi, ai është 120 e koeficientin. Tha dhe rreziku është kur ta bën 1000.